Unë jam Hana. E unë jam Lumi. Ne jemi shqiptar dhe jemi njoftuar në dua.com në vitin 2023. Unë jam Hana, jam 24 vjetë dhe kam lindur dhe jam rritur në Zvicër. Jam vallëtare që 12 vjetë dhe gjithashtu instruktore për fëmijët tonë që vallëzojnë. Unë jam Lumi, i lindur dhe i rritur në Kosovë, në një fshat të vogël të komunës së Rahovecit, ku prej vogël aty kam punu dhe jetoj bashkë me familjarët e mi e menaxhojmë një biznes që kemi atje. Unë jam regjistruar në dua.com sepse e kam pas shumë të rëndësishme të gjej një shqiptar dhe e kam pas pak më vështirë se jam rritur në Zvicër, kështu që kam vendosur të regjistrohem në dua.com dhe ta gjej shqiptarin tim aty. Arsyeja pse unë e kam regjistruar duan ishte që s'kam pas as shumë kohë që dalë të njoftohem të kem takime me dikë dhe ishte dua që më duke duhura dhe arsyeja tjetër ishte që atar të vakti me u martu. Unë atë ditë që e hapa duan, atë ditë edhe e mbylla, do me thënë e kisha për disa orë, që nuk e prita në fakt, mbas 1-2 orë e bëra meq Lumin dhe vazhduam në rrjetet tjera. Unë s'kam pas as shumë fat sa Hëna, që ta njoftoj dikë atë shpejt. Unë e kam pas rreth 3 muaj duan të instalume, deri mbas 3 muajsh e gjeta fatin tim. Po, kemi paguar Lumi, mua më ka kushtuar 24 frana. I kushtova Hënës veçaq. Shumë lirë. Shumë lirë më dha. Tek profili Lumit, më ra në sy me njëherë mikra e Lumit, që më pëlqej shumë, dhe sa ja pash mikrën, ja bëra like edhe u bëm meq, dhe më thënë ajo ishte gjëja e parë. Mua te profili e Hënës më pëlqej fotoja që ju dukën sytë, cilët janë arsyeja pse unë i shkruajta Hënën, dhe ajo më bëri shumë përshtypje. Takimi ishte shumë shkurt mbasi shkruajtëm disa fjalë, dhe me thënë Lumi atë ku ishte në Zvicër dhe e kishte rezervuar biletin që të kthehet prapë në Kosovë, kështu që vendosëm të takohemi ditën të nesërme. Ishte në Zvicër, erdhi Lumi dhe më mori prej shtëpisë dhe shkuam dhe hajmë një darkë këtu afër. Në fillimet e para, ato 2 javët e para, e kuptova që Hëna është e dura se shumicën e atyre vetive që i kam mendu që do të me i pas partnera ime për këtë jetën që do ta kem, Hëna i plotsoj. Për mua ishte gjëja më e rëndësishme që ta kem partnerin tim shqiptar, që të flasim të dy bashkë shqip, që të arrisim fëmin tonë shqip. Do me thënë nuk e kam pas një opcion tjetër, edhe babi im është shumë i hapur dhe më ka thënë që e vogël vetëm të jetë shqiptar dhe qëllova në Rahovec. Njerëzve që janë ende beqar, sidomos atyre që janë në Gërbet edhe dojnë të martohen me një shqiptar, atyre i kisha rekomandu duan se aty e gjenë shqiptaren ose shqiptarin e vetë.